Horoskopi i ditor, e Mërkur, 26 nëntor 2025. Dashi. Gjatë kësaj dite, do i pranoni edhe defektet tuaja dhe do bëni të pamundurën për të ndryshuar sjelljen jo të mirë. Ju të dashuruarit do i jepni prioritet absolut jetës tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë e jashtëzakonshme. Ju beqarët do ndiheni tërësisht të braktisur nga yjet sepse nuk do mund të realizoni asnjë nga takimet që keni ëndruar. Në punë do ju kërkohen disa gjëra me urgjencë dhe pavarësisht ankthit dhe merakut do i mbaroni në kohë. Financat do fillojnë dal nga dal të përmirësohen dhe do keni mundësi të bëni edhe investime afatgjata. Shëndeti. Kujdesuni për sistemin nervor sepse lodhja mendore mund t'ju rëndoj, pushoni her pas here. Këshilla. Mos u kritikoni shumë, ndryshimi vjen hap pas hapi. Demi. Nuk priten trazira gjatë kësaj dite, kështu që do ndiheni gjithkohës të qetë. Për ju të dashuruarit priten momente të qeta dhe pa probleme. Do bëni ato që do ndiheni dhe nuk do keni as mosmarrveshjen më të vogël. Ju beqarët duhet të jeni më të logjikshëm me personat që do takoni, dhe nga ana tjetër duhet të tregoheni serioz. Vetëm në këtë mënyrë do të tërhiqni më tepër vëmendjen. Në punë do ju jepet një detyrë e re. Fillimisht gjëra do ju duken të ndërlikuara, por pak nga pak gjithçka do kalojë në normalitet. Ju jeni të aftë të arrini çdo gjë, thjesht duhet të bindeni veten. Financat nuk do jenë të këqija, prandaj mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Shëndeti. Kujdesuni për sistemin nervor sepse lodhja mendore mund t'ju rëndoj. Pushoni her pas here. Këshilla. Mos u kritikoni shumë. Ndryshimi vjen hap pas hapi. Binjakët. Gjatë kësaj dite, do jeni më të vendosur për t'i quar gjyrnat deri në fund dhe asgjë nuk do ju duket e pamundur. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e qetë. Do keni më tepër kohë për të kaluar me partnerin dhe do diskutoni qetësisht me të për gjithçka. Ju beqarët do kaloni momente të këndshme, fajin disa persona që keni pak kohë që i keni njohur. Shumë shpejt mes jush do krijohet një lidhje edhe më e ngushtë. Në punë duhet të reflektoni me kujdes para se të hidhni hapa. Me këmbgulje dhe durim, mund të arrini edhe më shumë nga sa e kishit imagjinuar. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë çdo hap duhet hedhur me maturi. Shëndeti. Kujdesuni për sistemin nervor sepse lodhja mendore mund t'ju rëndoj. Pushoni her pas here. Këshilla. Mos u kritikoni shumë. Ndryshimi vjen hap pas hapi. Gaforja. Gjatë kësaj dite do jeni kurreshtar dhe të gatshëm për të provuar gjëra të reja. Nëse keni një lidhje, duhet ta mbroni me çdo kusht lidhjen tuaj pasi do ketë persona të shumë që do mundohen t'u aprishin planet dhe harmoninë. Ju beqarët do keni veç se mundësi për disa aventura kalimtare, asgjë më tepër se sa aq. Në punë do ketë ndodhi të reja që do ju japin më shumë besim tek vetja dhe më shumë dëshirë për t'i çuar gjërat para. Mos u ndalni për asnjë moment. Me financat mos bëni çmenduri sepse atëherë kur nuk do e prisni situata do ju dalë jashtë kontrollit. Mendoni pak më shumë për të ardhmen. Shëndeti, mund të ndjeni lodhje emocionale, shmangni njerëzit që ju shkarkojnë energjinë. Luani. Shumë mund të mundohen, por askush nuk do ja dalë t'ju destabilizojë jetën gjatë kësaj dite. Por ju të dashuruarit nuk do ketë asnjë lloj problemi. Në disa momente do kujtoni edhe disa çaste nga e shkuara juaj dhe do përhumbeni nëpër to. Sa me fat që keni dikë si partneri në krah. Ju beqarat duhet të jeni më të logjikshëm me personat që do takoni dhe nga ana tjetër duhet të tregoheni serioz. Vetëm në këtë mënyrë do tërhiqni më tepër vëmendjen. Në punë do ju jepet një detyrë e re. Fillimisht gjërat do ju duken të ndërlikuara, por pak nga pak, gjithçka do kalojë në normalitet. Ju jeni të aftë të arrini çdo gjë, thjesht duhet të bindni veten. Financat nuk do jenë të këqija, prandaj mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Shëndeti. Ruajini energjinë, mos e shpërdoroni në gjëra të kota. Trupi juaj reagon mirë ndaj ritmit të qëndrueshëm. Këshilla. Besoni tek vetja, por mos izolohuni nga këshillat e të tjerëve. Virgjëresha. Mundohuni të mos tregoni muskujt në asnjë moment sot sepse keni për të pasur probleme shumë serioze. Nëse keni një lidhje, e sotmja do fillojë mirë, por ka rrezik që pas mesdite të nisin disa debate të vogla lidhur me të ardhmen. Kujdes me çdo fjalë që do thoni. Ju beqarët do hallakateni kot dhe humbisni disa mundësi të mira për lidhje serioze. Në punë nuk do jeni nga ata që mbyteni nga një gotë ujë. Do i bëni ballë çdo sfide dhe do i kaloni ato shumë shpejt. Financat do jenë tej mase të ekuilibruara dhe gjendja do përmirësohet fal një shume të marrë nga një trashëgimi. Shëndeti. Stresi mund t'ju rrisë tensionin e brendshëm. Merrni frymë më thellë dhe ecni më ngadalë. Këshilla. Mos e shkatroni qetësinë me reagime impulsive. Zgjedhni fjalët me kujdes.
Peshorja. Venusi do shojë në mbështetjen e duhur në jetën tuaj sot dhe ekuilibri do mbidzërojë në çdo moment. Plutoni do jetë planeti që do ketë ndikimin më të madh për ju të dashuruarit. Ai do ju nxit të përkujdeseni më tepër për partnerin, t'ia shprehni ndjenjat atij dhe t'i përgatisni edhe ndonjë surprizë mbresëlënëse. Ju beqarët nuk do keni më asnjë lloj dyshimi për hapat që doni të hidhni dhe çdo gjë do ju ndryshojë. Në punë do e arrini çdo qëllim fal komunikimit të mirë dhe durimit tuaj. As motivimi nuk do ju mungonte. Financat do e arrini t'i mbani gjatë gjithë kohës të stabilizuara. Shëndeti. Shëndeti do jetë i mirë, por duhet të kujdeseni për gjumin dhe hidratimin që të mos lodheni më shumë se sa duhet. Këshilla e ditës. Kujdesuni për ata që ju rrin afër sot. Mirësia që jepni do rikthehet shumë fish. Akrepi. Nëse keni ëndruar për ditë të lumtura sot do mund të përjetoni gjithçka. Urani do e keni në krah në çdo moment. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do jetë në periudhën më të mirë të mundshme. Her pas here edhe do mërziteni. Djeni se askush nuk ka gjithkohën një jetë të lumtur, prandaj mos u tregoni gjithmonë të pakënaqur. Ju beqarët nuk duhet të neglizhoni ata që do ju joshin, sepse do pendoheni rënd. Në punë do përbash çdo sfide. Fillimisht do ju duken të ndërlikuara, por pak nga pak çdo gjë do kalojë në normalitet. Por financa do jetë jetëja delikate, kështu që bëni kujdes. Shëndeti. Do ndiheni emocionalisht të lodhur nga tensionet, prandaj shmangni debatet e panevojshme dhe flini më shumë. Këshilla e ditës. Mos nxirrni përfundime të nxituara. Dëgjoni instiktin. Shigjetari. Gjatë kësaj dite duhet të përvishni mëngët dhe t'i bëni gjërat si duhet. Mos dëgjoni lart e poshtë, por bëni si dini vet. Për ju të dashuruarit do kaloni momente romantike dhe të mbushura me lumturi. Pranë partnerit do ndiheni shpesh si mbi re. Ju beqaret do hallakateni kot dhe humbisni disa mundësi të mira për lidhje serioze. Në punë do jeni shumë të organizuar dhe do ja dalni mban pavarësisht ngarkesës. Probleme serioze nuk do keni për të pasur. Në planin financiar keni për të pasur probleme serioze nëse tregoheni pa kujdesshëm. Mos mendoni se gjatë gjithë jetës mund të ja dalni vetëm duke marrë hua. Shëndeti. Energjia do jetë e larë për lodhja mendore mund t'ju rëndoj. Bëni pushime të vogla gjatë ditës. Këshilla. Mbani veten me këmbë të tokë dhe mos bini pre e iluzioneve ekonomike. Brizjapi. Do jeni disi më të përgjegjshëm gjatë kësaj dite, megjithatë shpesh nuk do I pranoni gabimet që do bëni. Nëse keni një lidhje dhe fiksoheni pas të metave dhe pikave të dobta të partnerit tuaj, do keni probleme. Duhet ta kuptoni një herë mirë se askush nuk është perfekt dhe do e ndjeni më tepër lumturinë. Ju beqarët duhet të mendoheni gjatë para se të bëni zgjedhje në mënyrë që të mos gaboni. Në punë duhet të mbroni me çdo kusht të drejtat tuaja dhe nuk duhet të lejoni kolegët që t'u aprishin harmoninë. Shpenzimet duhet I kontrolloni gjithkohës në mënyrë që gjendja të mos përkeqësohet. Shëndeti. Mund të ndjeheni të tensionuar. Ushtrimat e lehta dhe ecja do ju ndihmojnë të çlironi mendjen. Këshilla. Mos u kapni pas gabimeve të tjerëve kur edhe ju keni të metat tuaja. Bëheni më tolerant. Ujori. Urani do ju gjendet në krah gjatë kësaj dite, por në shumë momente do kaloni peripeci. Bëni durim sa më shumë. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj me partnerin nuk do jetë në periudhën më të mirë të mundshme. Her pas here edhe do mërziteni. Dijeni se askush nuk ka gjithkohën një jetë të lumtur, prandaj mos u tregoni gjithmonë të pakënaqur. Ju beqarët nuk duhet të neglizhoni ata që do ju joshin sepse do pendoheni rënd. Në punë do dini të formuloni idetë që keni dhe do merrni goxha vlerësime nga miqtë tuaj. Financat do jenë goxha më të mira dhe do arrini të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Shëmbeti. Do ndiheni gjytur logikisht të lodhur, prandaj shmangni debatet e panevojshme dhe mireni me ruhajtje. Këshilla. Mos kërkoni përkryesi në çdo gjë, ngushëlloheni me të bukurën që keni. Peshqit. Gjatë kësaj dite do vlerësoheni mjaft për karakterin tuaj shprehës. Në këtë mënyrë do mund të kaloni edhe sfidat më të delikate. Nëse jeni në një lidhje dhe keni probleme me partnerin tuaj, mos bëni gabim të mbyllni sytë dhe veshët dhe të kaloni gjithçka pasi nuk do mund të kaloni kur më tej që të qetë. Ju beqarët do jeni të vendosur të bëni për vete personin që pëlqeni dhe do ja arrini qëllimit shumë shpejt. Në punë do jeni shumë profesionist, por për të mos u lodhur duhet të bëni her pas here pushime. Në këtë mënyrë do arrini edhe më lart. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë çdo hap duhet hedhur me maturi. Shëndeti. Do jeni në formë të mirë, por duhet të shmangni stresin dhe të kujdeseni për frymëmarrjen dhe relaksin. Këshilla e ditës. Flisni hapur dhe qartë. Heshtja nuk do ju sjellë zgjidhje.